Nga sot, Bashkia e Tepelenës do të drejtohet nga nënkryetaria Julinda Karteri, pasi kryetari më parshëm, zoti Tërmet Peçi, ka dorëzuar dorëheqjen institucionale, pasi do të jetë pjesë e kandidatëve të listave të 11 majit. Ditën e martë më datë 11, zoti Tërmet Peçi dorëzoi dorëheqjen pranë Këshillit Bashkiak, pasi do të kandidojë për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Sot Këshilli i Bashkisë Tepelen vendosi që ky post deri në zgjedhjen e kryetarit të ri t'i kalojë nënkryetares Julinda Karteri. Duke qenë se kryetari i bashkisë jep dorëheqjen për arsye sepse do të kandidojë për deputet, siç e dini, me kërkesë të tija kemi thirrur këtë mbledhje për t'u njohur me dorëheqjen e kryetarit dhe njëkohësisht për t'u zvendësuar me një nga nënkryetaret. Vendosja në këtë post e zonjës Julinda Karteri u miratua në unanimitet të plot nga të 12 anëtarët e Këshillit Bashkiak Tepelen.